Me njërën që isha ullur një herë dhe po diskutoshim këto çështje, ishte si kandidat e mundshme ajo. Për deputete? Për deputete këtu në zemrën time. Dhe do të kur i parashtrova ato këndvështrimet e mia për se si e shikoj një vajzë atje, ajo u shokua, sepse tani për shembull një diçka që i thash unë që do doja ta kishte një femër që sot nuk e ka pothuajse asnjëra. Është kështu, e frikë. Ke probleme pra? Bëja ta shohim kush ka probleme, ja lejm publikut. Po, okay. Do dojmë të na e thonin pse jo. I thoja në prosemull asajt që unë dua që femra që do kem unë krah të jetë një lule e bukur që është veshja e saj. Kush është si do të jetë veshja e saj? Femra me fustan apo. Këtu do kam për ngrënë ato sharje. Unë dua femra me fustan valla. Ti çu si lule ta rrotullosh, bukur rrotullohet, çu shkrej fustani kështu të hapet, se jam çik romantike, Kjo është pjesa tjetër që s'e keni njohur, po e njihni tani. Mos tit me pantallona ajo me xhize si puna ime valla, që kur ti veshi siç i vesh unë. Kupton se edhe veshja ka të bëjë te psikologjia. Siç kaloi kjo mënyrë e feminizmit, ka kaluar dhe kjo puna e modës. Prandaj fermet i shkon me pantallona sot. Sepse ata qelpsirat satanike atje di shumë mirë se si funksionon në psikologjinë e femrës veshja e burrit. Do të thonë, i ikën ajo ndjeshmëria, avash, zbet pa kuptuar, i kalon një lloj psikologjie e burri. Vetëm për veshjes, se duket si diçka që s'ka na i kështu në rëndësi të madhe. Po. Ka shumë rëndësi të madhe veshja. Ndikon direkt në psikozën e njeriu. Po mirë, ti i ke thënë tekstualisht se që thënë, ja ke thënë një femër që unë do doja të shihej me fustan edhe për shembull, se tha ajo bërë një pyetje. Po. Çfarë kërkon? Edhe unë nisa me këto të vogla të fare, që më elementare alla. Po. Nuk i hyra. Edhe më shumë është estetike, do të thotë diçka e bukur, po. Po. E çfarë tha? Po ti çika me mendime të kohës qepës se çfarë nisi duke çfarë të kiqi ka të jetë femër të vishme me fustan edhe është Po. Po ajo gjë më e bukur i thashun alla. Po mirë, po jo se jam më lirë, po ku më tha jam më lirshëm shumë me xhinse thoshte. Më lirshëm se fustani thashun, po po tall tani ti thashun. Aty je kështu fresk fare. Po jo, po se kur ja bëj këmbën kështu do më duket kjo mua. Po ju jeni duke i tregu ato format me të lloje që viste. Aty pas ka hallin ti, ku po mashtroni? Po mashtron të sy moja. Ku do të ma fuste? Po unë jam me patik, s'ma fut dot. Është 3 emisione të më pashme për empatikën kjo. Më saktë dark empath, më të frikshëm akoma. Edhe por është kishte kështu ajo, sepse tani ajo është brumosur ajo ide. Edhe po ja the këtë gjë stonon aq keq, sa që ti dukesh pellar automatikisht. Ka kaluar më dha kudo i shikon me pantallona. Është fenomen i rrallë. Unë kur shoh një femër me fustan, unë them lavdi Zotit e pashallah. U knaq syri më burr. Nuk para ka. Femër. Nuk ka shumë. Po jo më vllai ke aty, apo s'ka filluar këto xhinset e gjera tani. Ato thasët. Po. I veshin këto të voglat, të rejat. I kam parë edhe në vizatimorën ato. Që ndej marrin. Vishin çat trasha. U mbet fare ajo hijeshia e një femre, ajo aroma e femrës së burr. Po shikon kështu, si o më çabone si shokun i lagjes. E si takuma me këtë vajzën? Jo nga që era në kundërshtim me këto parimet, jo, këto që i parashtrova. Mos është duke kërkuar për fustan, se edhe s'ka fustane. Jo, ajo është në kërkim për burra është ajo, po ideja është që këto që i thashun që ishin elementare, i dukeshin kështu ufologji. Po. Por realisht ça për shembull ti, nëse do dilte një kandidate, ça janë ato që ti do vlerësoj që janë më kryesorët që duhet të ketë një femër? Ketë zemër të bukur, të brisht, të butë, të jetë femër, burr. Domethënë, kur të bushqeshi ty ajo, aty ti të shikosh sikur po shikon një fushë me lule pranverore. Se i shura tani këtyre poezive. Je pa kuptueshëm. Je pa kuptueshëm. Që kur të bushqesh ajo ti të ndjesh një mbushje më, një prekje të thellë që del nga një zemër e pastër dhe e butë. Po besoj se ti arrin ta kuptosh me një takim ose me dy takime ose me këto sot kur qeshin sikur po të çajnë alla. Po. Është një qeshje e ftohtë, ironike, hipokrite, që duket domethënë që po e bën për fasad se ka një qëllim tjetër nga mbrapa. Ta shet atë qeshurën, por nuk është origjinale. Unë po them për atë origjinalin që buron vërtet nga një zemër e bukur. Tjetë e butë, tjetë e ndjeshme,
Se për këtë mbajt më shumë femra, për ndjeshmërinë. Ne mbajmë më shumë për logjik. Prandaj këto të dy ndihmojnë njëra tjetrën. Çfarë tjetër tjetë? Ta doj dhe të sakrifikoj për familjen deri në fund. Të më doj dhe mua, po aq siç i do dhe fëmijët, një lloj me fëmijët, mos bëj dallime fare. Ti të gati të sakrifikoj apo? Të më ofroj dhe mua atë ngrohtësinë, atë ngushëllimin që mund ta bëj shumë mirë një femër se është brenda rolit të saj, e ka permision këtë gjë nga vetë Zoti, jo nga njerëzit. Edhe të edukoj fëmijët me dhemshuri, me dashuri, me mirësi, që të ndihmoj dhe atë tjetrin, ti përçoj ato vlera, gjërat e bukura. Nuk e prek fare të anën materiale ekonomike. Se ka dhe nga këto tani, vinë ca femra tani dhe kur të prezantohen në fillim, nga që është bërë kështu bajate kjo pjesa që janë bërë gjitha materialiste, të vinë me atë në fillim, bëjnë atë hyrjen. Mu nuk më intereson fare ana materiale. E dëgjova tani kur ishte kjo, para 3 muaj, më tha njëna. Nuk më intereson fare ana materiale, thoshte. E pash kështu. Në një botë perfekte, ndoshta mund të vlente ajo që sapo the tani ti. Po sot të dali kjo fjalë nga goja e një femre, ku ti qon, më duket është e pabesueshme, ta thot një femër sot, Të ditë ku kemi arritë? Pikërisht. Kemi arritur një degradim aq të madhor, aq të frikshëm, saqë kur ma tha se përdoren si kamuflim thua? Po. Si veshje për të thënë që okay. Sepse kuptohet, dihet shumë mirë që një femër materialiste është aty për të pirë gjakun me të dyja kuptimet. Po këtu në këtë rast vlen ajo që po thaje nuk jam materialiste, ne do të marrim të kundërtën, siç kemi thënë gjithmonë me atë porosin ton me politikanët dhe me median, që kur thon diçka ata ne do të marrim kundërtën e mesazhit. Atë pjesë e kena vullosur, e kena siguruar. Edhe këtë rast zëvend. Tani te ky rasti tjetër, në shumicën e rasteve duhet marrim të kundërtën. Në 95% do të më marr të kundërtën. Ta thënë. Tani do të jetë shumë e shans të ta thot një femër që i përket atit 5%-sit. Ekzistojnë ato akoma. Lavdi Zotit ekzistojnë akoma femra të mira. Se kisha bravo, po mdel edhe kjo pjesa tani se po duket sikur dalim kundërshtim atë siç ka thënë fillim, sikur i kemi shënjestruar, po themi është bërë kështu, është bërë kështu. Patjetër që trendi është dhe ata kanë punuar për ta çuar në këtë pikë, por ka akoma ka njerëz të mirë me vlera të mira, femra gjithashtu, por jam shumë kurioz të di në këto eksperiencët e tua, takimet e tua, pra nuk e lën të natyrshme se Lex, pra si ndodh kjo gjë, nuk e lën të natyrshme që çdo gjë të njohë në këtë proces apo shkon direkt në mënyrë standard dhe i thua që unë jam ky, dua këtë dhe ajo thotë ato të vetët dhe bëhet ajo marrëveshje. Nuk e leja që ti ta kuptosh që kur bën një bisedë thjesht për një libër, për një film, për një aktualitet, për diçka, domethënë ti të arrish të kuptosh çfarë karakteri ka ajo dhe a përputheni ju me njëri tjetrin. Po patjetër burr, po unë ta thash kështu për shpejtësi, unë zovit tani sapo tu janë filoni duk tek. Po nxjerr unë atë çarçafin aty. Atë fletën e gjatë aty me kërkesat e mia dhe them, "Je dakord ti?" Po, okay, marrveshje. Si dakord, s'bën. Po jo kështu burr, jo kaq rënd. Shikon, në fakt ajo bëri pyetjen vetë dhe unë u përgjigja. Po. Kupton? Se ne po flisim për kështu natyrshëm, po rrithe biseda me gjëra të përgjithshme. Po. Po në një moment vetë pati atë dëshirën të pyeste, dhe më thash. Unë nuk i çova fare ato bisedën të ato që unë kam si parime. Ajo erdhi vetë natyrshëm. Po. Ajo dëshirë të pyeste, u përgjigja. Nuk unë pyesën, nuk përgjigja më burr. Po. I thash pas këtë tjetrën që prap do më shihni për shpellar, s'ka problem. Unë jam kundra lyrjes për shembull, dhe theja. Që të lyj shpinë, të jetë kështu. Jo, atë e bëj unë, i them. Ti mos e bëj patinimin e fytyrës. Ti do të jesh e natyrshme, si lule natyrshme. Edhe këtu ju duk çik kështu rënd asaj. Po si nuk e do ferma një buzëkuqe, një kështu te syri, një kështu ose ti bëj çik roz këto mollzat këtu. Jo, i thash unë. Sepse je e bukur kështu që je. Ka bo Zoti femër të bukur kështu që je. Është sikur merr një lule tani ta kpushësh ti atë, e të fillosh i bësh me Sprite disa cepa.
Kështu. Ti e shëmton atë. Domethënë në sy tan mund duket çik kështu ato penelet sikur i japin çik ato cepat e syve që i japin këtu, sikur po e zbukuroni Ti mos lyhet fare? Po nuk është vetvetja, është diçka që nuk është pjesë e saj. Ajo kur zgjohet në mëngjes atje, unë do shoh atë siç është. Jo siç mund të bëhet. Po s'ka nevojë të zgjohet siç është, zgjohet mund të flejë lyre për shembull. Që ti le ato bërë në përjastik aty pastaj. Po çam kujtova.